Së presidentit. Ka qenë që sonte, 5 muaj për ati. Kur gjë heq nuk do? Edhe do në thotë, ka qenë shumë ti, do në thotë dhe ma, do në thotë tërësish jo kushtetuese ishte ajo. Se ishin amandamente të reja, nuk ishin amandamente të që thoshtë ajo, nuk ishin ajo amandament, ishte korrigju, ishte përmisu. Dhe çdo presi me andru të duesh prapë me që në gjykatë kushtetuese. Ne thomë, po, që unë po jam për me zjedh presidentin në njërë drejt për drejt. Unë po i them, ma legjitim është 1000 herë presidenti, tjetër është ti mëse kështu që më këqyrë me jajmë ponu njënë tjetërit, por me pas parti politike që e kuptoj që pa konsenzus nuk shkohet për para, a konsenzus i mas pari i prinë gjithë, po qaj që i ka shumicës e këta tjetë, edhe me desht nuk mundën me i prisës, që është logika e punë. Dhe një president që zjedhë me 2/3, gjithmonë është ma legjitim se një president që zjedhet në rundën e 2 me një shumicë një regionit Kosovës. Në regionit Kosovës, dhe mund ty më të ndodhë, që është ndodhë një pjesë që i kemë përfasus në kuvend, do thotë që e sheti që qartë që gjyras dhe me ledzu, dve kesh pej vetës, sa i të përfasun këtë popërë, kur e shetë, do thotë, zde me ledzu e buri bocë, do thotë, është të mërshme, dhe mund më të arë punën një president qësi, sepse aty herën e dytë, që se qaj është standardis, mund tjetë tjetër në mandament, edhe që është mandament i hasër, po edhe këtu në rajon, ku i kanë për shama Macedonia se Verdin, herën e dytë, kush ka ma shumë? Po, herën e dytë është balotash. Balotash, edhe është të merë. Do thotë, ty të vjeni qësi president që e ke problem. Prandaj, 2/3 kërkon konsenzus, edhe stabilitet institucional, do thotë një person i cili e ka bekimin e spaku 3 forcave kryesore të Kosovës, pastaj edhe forcave tjera, do thotë se ka dhe rëndësi që menojnë jo shqiptarët, se ne, ta thëshë Kosovë shëshëri demokratika të pralla i këni ndëgju, po nuk është të multietnik, do thotë, ato do thotë që s'kishin asë një logika, ishte total, unë sot se kuptoj qka dojnë me thonë, do thotë. Vërtet është se ka pos